Atëherë, pse Kuksi dhe Dibra kanë më pak divorce? Po. Është zgjedhja apo ndoshta presion social? Prandaj e thash në fillim nëse divorcet janë mes të rinjve apo janë mosha edhe më të mëdha, patjetër, jo vetëm të rinjt. Këto janë rrethe apo qarqe që në përgjithësi kanë një, të paktën unë e shikoj kështu, kanë një ritëm më të ngadalë të jetesa. Dhe martesa shikohet më shumë si një institucion stabiliteti dhe sigurie, që e ofron më shumë stabilitet dhe siguri, se sa divorci në rast se diçka nuk po funksionon. Domethënë është tendenca për të qëndruar më gjatë në martesë, pavarësisht nëse gjërat, pavarësisht nëse aty ka problematika, frustrim që e përjetojnë të gjitha familjet, janë më të prirur të qëndrojnë. Në përgjithësi kjo është që në zonat që janë më të zhvilluara ose në zonat që kanë më shumë lëvizje, më shumë popullsi, më shumë mundësi punësimi, më shumë pavarësi ekonomike, individi ka më shumë mundësi për të zgjedhur. Dhe prandaj në këto zona, si Tirana, Vlora, Durrësi, njerëzit e kanë, individi është i prirur që ta shikojë martesën si zgjedhje. Ndërsa në zonat që ka më pak lëvizje, më pak mundësi zgjedhje, shikohet si siguri, si stabilitet. Dhe kjo është koncepti tradicional, ajo që the që në fillim, kjo është që funksionon në këto zona që janë dhe pak më të izoluara, janë më të izoluar, prandaj thash, ka më pak lëvizje, zgjedhja apo është presioni social? Është produkt, mendoj unë, i kushteve shoqërore dhe ekonomike në ato zona.